thot, në trekanqet A, B, C janë të dhëna brinjët. E thojmë, nënt, e vojmë një trekanq, A, B, C janë të dhënë brinjët, A-ja është 2, B-ja është 2 rënja e dyshit, alfa është 30 shkallë, zbato teoremën e sinusit dhe tregon se cila është vlera e këndit beta. Çdo herë, te trekanqet, ka rëndësi, domethënë çdo herë përballë këndit alfa është A-ja, përballë këndit brinjës B është këndi beta, përballë brinjës C është këndi gamma. Nuk mund nxënësi mi ia dhon vlera çysh dush, domethënë nëse i thu që kjo është A, përballë është alfa, që kjo është B, përballë është beta. Teoremën e sinusit. Teorema e sinusit thotë sinusi i këndëve, sinus alfa, që kjo sinusi i qëti këndit rrin me brinjën përballë A, ashtu që rrin sinusi i B-s me brinjën B. Kjo vazhdon edhe një herë, thotë barazme sinusin e gamës me C, po ajo nuk është nuk e kemi detyr, kështu nuk po dojmë me kompliku. Tash vetëm këtu i zaventon që tu çka ke. Domethënë i thojmë alfa është 30, i thojmë sinusi i 30 shkallëve. Thyje për A. Çka është A? Është 2 barazime. Sinus beta thyje për çka është B-ja? B-ja është 2 rënja e dyshit. 2 rënja e dyshit. Ajo çka ka mundësi mu thjeshtohet më një herë, kjo dysh me këtë dysh thjeshtohet, sa është sinusi i 30 shkallëve, çdo herë nxënësi studenti do të më këshyr me munit me majt men çish është sinusi i 30 shkallëve, që ky është 30, ky është 60, sinusi cila është boshti i sinuseve është y, pe kësaj pikës bjen 1/2, shifët që është mesi, pra thëmë sinusi i 30 shkallëve është 1/2, 1/2 është barazime sinus beta thyje për rënjën e dyshit. Neve po na vyn me llogarit betën, atëherë e shumëzojmë me rënjën e dyshit, edhe thojmë sinus beta është e barabartë i ndrova venët rënja e dyshit thyje për 2. Kandi, cili kanë për me llogaritash sinus beta, sinusi i cilët kanë është rënja e dyshit thyje për 2, është i 45 shkallëve. Domethënë, ose me arkustanit, po arkustanit është niveli urtë, domethënë beta është 45 shkallë. E këshyrëm këto, a ka nej zgjidhje që është me 45, A-ja 30, B-ja 45, C-ja 60 edhe D-ja, atëherë zgjidhja është B, B-s e nënvezojmë, edhe thojmë B-ja është 45 shkallë. Vazhdojmë te pyetja e radhës që është dhënë funksioni. Cili funksion? Është dhënë funksioni pyetja e 10, është dhënë funksioni fx, që është e barabartë me minus x në të tretën plus 3x plus 2. Cili nga pohimet është i saktë? Cili nga pohimet? Funksioni është tek. E këshyr, funksioni është tek. F prej minus x-it do të më konë barazim me f prej minus f prej x-it, në qëse vlen që kjo, atëherë funksioni është tek. I thujmë, f prej minus x-it është e barabartë me minus x në të tretën, aty ku e kem minus x-i, kjo mrena shprehjes, hinte x-i mrena ky minusi është i jashtëm. Do më thonë, plus 3 herë minus x
është plus 2. Minusi, kur shumëzohet 3 me vete, dal minus edhe e kem minus x në të tretën minus 3x plus 2. Minus herë minus plus është kem x në të tretën minus 3x plus 2. Po dojmë me bo që të një minus me qitë jashtë, edhe thëmë një minus e qesëm jashtë, e këshyrë mos po jetë mrena fx-i, kjo kem minus x në të tretën plus 3x minus 2, shifët a është kjo f baraz me if fx-in, dy të parat i ka të njëjta, po e kem këtu plus 2, këtu minus 2, do më thonë nuk është barazime, minus nuk është barazime, do më thonë nuk është barazime minus f prej x-it, funksioni nuk është tek. Funksioni ka asimptot horizontale, nuk ka asimptot horizontale, se për me pas asimptot horizontale, do të me egzistu limit i funksionit fx, kur x i tenton në infinit me dal një vlerë. Tash, kur i thojmë limit i fx i qka është minus x në të tretën plus 3x plus 2, kur x i shkon në infinit, kjo shifët infinit në tretën, del minus infinit, nuk ka zgjidhje. Do më nuk ka asimptot. Funksioni ka shkputje në pikën 0. Funksioni ka shkputje, do më thonë f prej x-it minus x në të tretën plus 3x plus 2, thot nuk ka shkputje në pikën 0, ose nuk ekziston derivati në atë pikë. Kjo nuk është pojemi sakt, pse? Se të polinomet funksionit, domeni funksionit është për minus infinitit dhe në infinit, nuk ka pika ndërprerjes. Pikat shkputit janë pikat ndërprerje, pikat në të cilët funksioni është plus ose minus infinit, këtu për çfarë do vlera x-it caktume, nuk del funksioni infinit. Edhe e këshyrëm, funksioni ka vlera ekstreme në pikën minus 1 edhe në pikën x baraz me 1. Për mi gjithë pikat ekstreme të funksionit, atë do të me gjithë llogarit derivatin e parë të funksionit, se derivati i parë të funksionit në llogarit vlerat ekstreme. Edhe thujmë, e llogaritëm derivatin e parë të funksionit, i thujmë që kjo minus x në të tretën plus 3x plus 2 me derivat, e llogaritëm minus 3x në katror plus 3 plus 0. Në cilat ku do të me llogarit vlerat ekstreme, kur derivatin e parë të derivati i parë, kur derivatin e parë e barazojmë me 0, kur derivatin e parë e barazojmë me 0, në këto pika ka funksioni vlera ekstreme. Pra i thojmë minus 3x në katror plus 3 barazë me 0, i qesëm të pa njohrat me njohën, të njëtën me njohën, edhe kem 3x në katror barazi me 3, e qita në tonë e shumëzova me minus 1, edhe x në katror është barazi me 1, kur ta pjesëtoj shkëta me 3, pra x në 2 është barabart me plus minus rënja katror e njëshit, pra x në 2 është plus minus 1. Pra, funksioni ka vlera ekstreme, pra në pikën plus 1 edhe minus 1. Përgjegja sakt është d nën d edhe e nënvezojmë në d. Natyre se na jem duke u mundu, duke i zgjedhë këto farë testet të aritmeris, nxënësave, studentave tashme, mja dhonë edhe do informacione të cilat do të jenë nevojshme në ta për në fakultetet që do t'i vazhdojnë, në qëse i vazhdojnë. Se për ndryshe, vetëm mi pas llogarit, vetëm zgjidhet mja do, kjo ka qenë më e lehtë, i kishim bërë shumë më shpejt, po besoj që jem të qartë në ato çka po dojmë me mrej. Ju falenderoj për vëmendje, e shihemi në video tjera.